Janë të dëmtuara, të çara, në disa pjesë mungojnë krejtësisht pllakat, edhe rruga e cila është shtruar me pllaka është e dëmtuar e në disa vende madje është edhe vështirë e kalueshme. Në qendër të kryeqytetit, ngjitur me rrugët e zhurmshme dhe objektet e larta, qëndron Biblioteka Kombëtare e Kosovës, një prej simboleve të kulturës dhe trashëgimisë së Prishtinës. Mirë po pamja e paorganizuar dhe mungesa e kujdesit përreth bibliotekës flasin për neglizhencën e institucioneve për ta ruajtur këtë hapësirë studentore. Jemi në oborrin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, pikërisht tek këto shkallët e cilat të shpihen prej oborrit të bibliotekës deri tek hyrja e rektoratit e pasaj tek një pjesë e sheshit Gjergj Bush, e të cilat siç po mund të shihet në pamje janë të dëmtuara, të çara, në disa pjesë mungojnë krejtësisht pllakat, e që kjo po vështirëson qarkullimin e qytetarëve që kalojnë në këtë pjesë, e që shihet që ka disa vite të cilat as nuk janë riparuar. Dëmtime të dukshme kanë pësuar edhe shkallët në hyrje të hollit të bibliotekës, të cilat shihen se nuk janë restauruar me vite. Ndërsa tash jemi tek një pjesë tjetër e bibliotekës, jemi tek shkallët të cilat të shpihen direkt në hyrje të saj, e të cilat po ashtu janë të çara, të plasaritura, madje në disa vende janë edhe të hequra krejtësisht dhe të lëna në rrugë. Por përveç kësaj, po ashtu edhe shportat e mbeturinave në oborrin e bibliotekës janë të dëmtuara, edhe bari përreth oborrit i cili ka filluar të rritet, shihet se nuk ka përkujdesje, i cili po shkakton vështirësi në qarkullim të studentëve dhe qytetarëve të cilët kalojnë në këtë pjesë. Shkallët nuk janë problemi vetëm infrastrukturor në oborrin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, sepse përveç kësaj edhe rruga e cila është shtruar me pllaka është e dëmtuar e në disa vende madje është edhe vështirë e kalueshme. Përveç kësaj këtu ka probleme edhe me ndriqimin, ku në disa pjesë dritat nuk janë fare të vendosura në shtyllën ndriquese. E tash jemi në njërën prej hyrjeve të Bibliotekës Kombëtare, ku fillimisht muret përreth gjithë anekset janë të mbushura me grafite, të cilat edhe siç mund të shihen në pamje dëmtojnë estetikën e këtij objekti. Përveç kësaj, pllaka e cila e simbolizon qasjen edhe hyrjen e personave me aftësi të kufizuara në bibliotekë është e thyer edhe e vendosur në këtë formë. Kallëzo.com i është drejtuar me pyetje për sqarime rreth kësaj situate edhe stafit të Bibliotekës Kombëtare. Në një përgjigje me shkrim, ata thonë se janë në proces të tenderit për rregullimin e hapësirave të dëmtuara. Në kuadër të aktiviteteve tjera, është shpollur tenderi për pastrimin e mbishkrimeve nga muret e jashtme të bibliotekës. Presim që të ketë kompani të interesuara për realizimin e këtij shërbimi. Sa i përket rregullimit të gurëve të dëmtuar në plato dhe në shkollë, jemi në proces të përgatitjes së tenderit për merrmetim dhe rregullim të këtyre pjesëve. Meqense institucioni ynë është nën mbrojtje të trashëgimisë kulturore të Kosovës, ndërhyrjet duhet të bëhen me kujdes të veçantë për të ruajtur identitetin ekzistues. Gjithashtu, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është në përfundim të hartimit të masterplanit për Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Prandaj, për ndërhyrje të tilla kërkohet leje veçantë. Përgatitjet janë duke u bërë që këto punime të realizohen gjatë pushimeve verore, për të shmangur pengesat në qarkullim.